4 me laikët e mëdhenj, fuqia e tyre e padukshme. Në heshtjen e thellë të krijimit, përtej asaj që syri njeriut mund të shohë dhe mendja të përfytyrojë, ekziston një botë e padukshme, e krijuar nga Allahu me urtësi dhe rend të përkryer. Në këtë botë bëjnë pjesë me laikët, engjëjt, krijesa të dritës, të pastra nga mëkati, që nuk kundërshtojnë kurrë urdhrat e krijuesit dhe zbatojnë çdo detyrë me përpikmëri absolute. Ndërta, 4 engjëj dallohen për nga madhështia e detyrës, fuqia që u është dhënë dhe roli i tyre në rendin e universit. Ata janë Gjibrili, Mikaili, Israfili dhe Azraili. Secili prej tyre mban një përgjegjësi thelbësore në lidhje midis qiellit dhe tokës, jetës dhe përjetësisë. Gjibrili, paqja qoftë mbi të, është engjëlli i shpalljes. Ai është ndër më të nderuarit dhe më të fuqishmit nga të gjithë engjëjt. Detyra e tij është të sjellë mesazhet hyjnore tek profetët. Ai është ai që zbriti shpalljen profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, duke sjellë fjalët e Kuranit. Në literaturën islame përshkruhet si një krijesë me përmasa të jashtëzakonshme, me shumë krah. Në disa transmetime të sakta përmendet se ai ka 600 krah që mbushin horizontin kur shfaqet në formën e tij të vërtet. Brania e tij është aq madhështore sa që edhe profetët e kanë parë vetëm në raste të rralla në formën e plot. Ai përfaqëson lidhjen direkte midis Allahut dhe njerëzimit përmes shpalljes. Mikaili është engjëlli i mëshirës dhe furnizimit. Ati është besuar drejtimi i forcave natyrore që mbajnë jetën në tokë, shiu, era dhe çdo element që lidhet me furnizimin e krijesave. Ai nuk vepron në mënyrë të pavarur, por vetëm sipas urdhrit të Allahut, duke siguruar që çdo krijesë të marrë atë që i është caktuar. Roli i tij është thelbësor për vazhdimsinë e jetës. Përshkrimet e tij fizike nuk janë të detajuara në mënyrë të njëjtë si për Gjibrilin, por dihet se ai është ndër engjëjt më të mëdhenj dhe më të fuqishëm, i përkushtuar plotësisht ndaj detyrës së tij. Israfili është engjëlli i surit, i lidhur drejt për drejt me fundin e kësaj bote dhe fillimin e jetës së përtejme. Ai mban surin, një instrument që vetëm Allahu e di natyrën e tij të vërtet, dhe pret urdhrin për t'i rënë. Kur të vi momenti i caktuar, ai do të fryjë në të dhe çdo gjë në qiell dhe në tokë do të shkatërrohet. Pastaj, me fryrjen e dytë, krijesat do të ringjallen për të gjykuar. Thuhet se Israfili qëndron gjithmonë i gatshëm, me surin pranë buzëve, duke pritur vetëm urdhrin hyjnor. Kjo gjendje e vazhdueshme gatishmërie tregon madhështinë e përgjegjësisë që ai mban. Azraili, i njohur si engjëlli i vdekjes, ka një detyrë që prek çdo qenie të gjallë, marrjen e shpirtrave. Ai nuk vepron sipas dëshirës së tij, por vetëm kur i jepet urdhri për çdo individ, në kohën e caktuar saktësisht. Në literaturën islame, përmendet se ai ka ndihmës që ndihmojnë në këtë proces, por ai mbetet përgjegjësi kryesor. Edhe pse roli i tij mund të duket i frikshëm për njerëzit, në thelb, ai është pjesë e rendit të drejtë dhe të përsosur të Allahut. Vdekja nuk është fundi, por një kalim drejt një faze tjetër të ekzistencës. Këta 4 engjëj nuk janë vetëm figura të fuqishme, por shtylla të rendit kozmik. Ata përfaqësojnë 4 procese themelore: shpalljen, furnizimin, fundin dhe kalimin e jetës. Pa ta, bota nuk do të funksiononte sipas urdhrit hyjnor. Është e rëndësishme të kuptohet se melajkët nuk kanë vullnet të lirë si njerëzit. Ata nuk mëkatojnë, nuk lodhen dhe nuk kundërshtojnë. Çdo veprim i tyre është adhurim me bindje. Kjo i bën ata modele të pastërtisë dhe përkushtimit absolut. Përshkrimet e formës së tyre janë të kufizuara, sepse natyra e tyre është përtej perceptimit njerëzor. Megjithatë, ajo që dihet është se ata janë krijuar nga drita dhe kanë përmasa dhe fuqi që te kalojnë çdo gjë që ne mund të imagjinojmë. Kur shfaqen në formë njerëzore, ata e bëjnë këtë vetëm me lejen e Allahut për të komunikuar me njerëzit. Në fund, njohja e këtyre engjëjve nuk është thjesht një informacion, por një kujtesë se universi nuk është i rastësishëm, se çdo gjë ka një rend dhe një qëllim. Dhe mbi të gjitha, një kujtesë për madhështinë e Allahut, i cili ka krijuar një sistem kaq të përkryer, ku çdo krijesë, e dukshme apo e padukshme, luan rolin e saj me përpikmëri absolute.